I bie që mozaiku i Tiranës është i periudhës shekullit 2, 3, 4 me Dhe më thonë, pe shekullit 2, 3 ose 4. Kur është zbuluar për e të para, si ishte, a? Këtu janë 2 fotot, 3 fotot që janë zbuluar të vitit 1972 dhe duket pjesa e mozaikut. Dhe atë çfarë do shikojmë jashtë është mozaiku aktual që është restauruar dhe ka kaluar fazat e restaurimit ndër vite. Së bashku, tani jashtë, kena me bon një rreth rrotullim aty tek oborri i mozaikut, edhe pak me fol për detajet edhe kuptimet që gjithçka këto që e kanë. Kështu që mujna edhe kamermani pak me na tregu se si po duket pik kësaj pikpamjes, edhe fillimisht kishim bon një rreth rrotullim kështu. Dalim tek kjo e para këtu, së bashku. Është luan prej gurit, marrën e manestirin e Ardenicës, atje më kemi një kolon, kemi një stel varri, pitosi dhe stela e varri dhe një stel varri më tutje është gjetur pranë zonës këtu. Objektet tjera kanë ardhur nga qytetet e tjera për arsye sepse ne ishim drejtori që mbulonim shumë territor ose shumë qarqe në Shqipëri në atë kohë. Sa janë të vjetra mund të themi këto? A kemi ndonjë? Mozaiku i Tiranës është daton shumë vite më parë dhe mendohet që ka kaluar 2-3 periudha ose ne arkeologët japim disa mendime, po zbulimet e fundit që u bën, gjetëm një monedhë të periudha Anastasit dhe i bie që mozaiku i Tiranës është i periudhës shekullit 2, 3, 4 me Dhe më thonë, pe shekullit 2, 3 ose 4. Kurse këto hapësirat që nuk ka asgjë në të, çka do të thonë? Nuk është hapësira çfarë s'ka në të, aty është mozaiku i Tiranës. Pjesa origjinale mbetur me kaluar në fazat e restaurimit të tij që dhe duket më tej. Po sot është një ditë që ka ra shumë shi dhe ndoshta filmimet nuk janë kaq rezultative sa mund të duken. Kurse këto themelet janë 2 vaska që shërbenin në atë periudhë, po vaska janë për shërbenin për njerëzit në atë kohë, për shërbimet ndryshme. Dhe duke vazhduar në Kosovë, mirë, nuk i kuptojmë fjalën. Mozaiku kështu një gjuhë si e kishim mozaik është pjesë të zbukurimit të asaj periudhe që ishte për një kish ose një vilë që ishte asaj periudhës bazamenti që zbukurohen me motive të ndryshme, si janë motive pesh, florale, geometrike e tjere. Zbukurime, pa e them në thojza që t'jemi të... Sepse duke qenë që është një mision shumë si që e tha dhe pak më parë, dhe po mundojmë që të shpjegojmë sa më thjesht për teleshikuesit se mos të përdorni terma arkeologjikisht që ndoshta dhe s'na kuptojnë. Këto jemi pishojmë disa vizatime, nëse mundet edhe kamermani pak më marrë në pamje. Janë teknikat e restaurimit ose format që janë florale, geometrike, peshqit në fund. Janë teknika që thojna, kemi ndonjë kuptim për shembull nëse shohim këto? Është motive ose dekorime që u bënin mozaikut dhe edhe sot po të shikojmë janë dekorime ose motive të ndryshme, është relative. Tuk pastaj kemi një stel varri shumë interesante, janë 3 persona, është një qen, është një kam, është një hesht, dhe stela e varrit është gur që përdoret për të ndjerit ose gur varri. Këtu pastaj kemi dhe bazament kolone, guri Kalas Tiranës, bazament kolone, kapitel, bazament kolone, kolon Cybrium, edhe pjesët e objekteve që janë afër. Më thonë këto gjithçka janë për shekullit 2, 3, 4. Jo, vazhdojnë në periudha të ndryshme, sepse flasim për një kohë që jam mbledhur. Ja thash dhe pak më parë. 3 objekte që janë gjetë te mozaiku i Tiranës, stela e varrit, pitosi dhe stela e varrit që është atje, dhe objektet tjera kanë ardhur nga në qytetet e tjera, duke qenë që ne ishim një detori e madhe dhe mbulonim një territor ose qarqe të caktuar. U mlidhnin dhe u sjellnin këtu dhe sot ekspozohen për t'i dhënë një atraksion sa më shumë pozitiv dhe sa më të vizitueshëm si të huaj vendas e tjera. Nëse mujna edhe këto, çka po shohim edhe këto, çka kemi këto teknikat? Po e bëni përsëri pyetje dhe me të drejtë. Janë tesra, që janë tesra qeramike, tesra gur lumi dhe mermeri. Janë gur të vegjël, po e them në mënyrë popullore, për të identifikuar dhe për të formuar formën dekorative që paraqit mozaiku. Okej, do më thotë se nuk i di, nuk jam i fushës. Dhe kom qef me ma qaru mu, pastaj publikut. Edhe këto materialin edhe njerë të ma qarësh. Kjo është qeramik ose në gjumë thjesht balte pjekur dhe merr formën e pitose, shërbente për ushqime, drithra, vaj e tjerë. Kurse këto
rrethet. Është harti. Harku që është mozaiku dhe është forma që i jep mozaikut ndarjen në 3 pjesë, apsida, narteks dhe fundorja. Këto do të thonë janë Themele, jo. Restauruar, normal që pjesa e mozaikut është restauruar se flasim për një periudhë 72-shin ku aty dhe sot ka marrë një formë plus me godinën që ndërtuar dhe ka marrë një dimension tjetër në aspekt vizitueshmërisë.